Kujt mund t'i kërkoj mendim opozitar sot? Ndëshë, kjo është... Nuk e di nësa ta vetë, nuk e di, jam I bindur për shkak se... Mund t'i ofroj publikut opinion opozitar sot? Ndëgjori. Po vendosat I kem në studio, po vendosat I intervistoj? Prej se ka fillu, do thotë. Këta kemë mendim opozitar si pas jush? Prej se është konstituu kuvendi, legislatura e 10, realisht ne kemi pa një opozit jashtëzakonisht dop. Ka qenë fragile, e dop sa I përket betejave dhe sfidave me pushtetin. Është arsyet I din, ata kalkulimet është mirë që të bëhen para opinionit publik. Unë bilëm pata edhe një reagim edhe me rastin e seancës të 18 vjetorit të pavarësisë, do të ishte befasuese mënyra që asnjëri prej subjekteve opozitare, do thotë, nuk ishte në gjendje që të paktën për hir të korrektësisë historike, sepse nuk është fjalimet e përfaqësuesve të subjekteve opozitare nuk reflektojnë të vërtetën historike që ka kaluar shpallja e pavarësisë, nga se në atë kohë është evident, është e ditur, janë arkiva, do thotë, lëvizja vendosje ka pasur qëndrim tjetër. Do të lëvizja vendosje madje nuk e ka konsideruar se është e denjë të festohet ajo ditë. Janë në arkivat bibliotekës kombëtare që ndodhen në mediat e shkruara, dhe ju keni edhe gazetarët kanë raportuar. Dhe unë jam I bindur që një opozit më kredibile do të kishte guximin që jo ta merrte në pyetje, sepse ajo nuk është seancë e pyetjeve parlamentare, por t'ja rikujtonte edhe vetë kryeministrit, apo t'i kërkonte llogari që të paktën është penduar për qasjen që kanë ndjekur në atë. Aktualisht sot e kam problem t'i ofroj publikut një mendim mirëfilë opozitar. Absolutisht, janë të shkapërderdhur, nuk është e paqartë, është e paqartë se çka kërkojnë dhe fatkeqësisht dhe mjerisht I tërë intenca e tyre reflekton frikën nga zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme.